Në kuadër të ditës botërore të poezisë, në Pogradec u zhvillua aktiviteti tradicional Takim mes poetësh, i cili prej 6 vitesh mbledh bashk krijues dhe dashamirës të poezisë. Këtë vit, përmes bashkëpunimit të qendrës multifunksionale, Bibliotekës Publike Mitrush Kuteli dhe Këshillit Rinor Pogradec, u prezantua antologjia e hapur e poetëve pogradecar me titull Poezia dashuria ime e parë. Poetët pjesëmarrës recituan krijimet e tyre dhe ndan me publikun përjetimet dhe rrugëtimin në botën e poezisë. Qendra multifunksionale, Biblioteka Publike Mitrush Kuteli, në bashkëpunim me Këshillin Rinor Pogradec, organizon këtë aktivitet Takim mes poetësh, i cili është edicioni i 6 vit radhës. Kemi të ftuar poetët e qytetit të Pogradecit, të vjetër, por edhe poetët të rinj. Ka të bëjë jo vetëm thjesht me poezinë si koncept, jo vetëm thjesht me një përmbledhje poetike, por dhe me atë ndjesinë e parë që ne përjetojmë duke pasur në duart tona librin. E gjitha është një kthim tek libri, e cila buron për tempull të dijes, si është biblioteka. Ky aktivitet vjen si një promovim i vlerave letrare dhe një mundësi për të afruar më shumë të rinjt me artin e fjalës së shkruar, duke mbajtur gjallë traditën poetike në qytetin e Pogradecit.